Provinca Franciskane e Zoja Nunciat ka reaguar pas debatit ngritur në media dhe në opinionin publik lidhur me projektin e transformimit të kishës që është ndodhur në Laç. Në reagimin zyrtar, Franciskanet shprehin keqardhjen për keq informimin dhe përhapjen të dhënave të pasakta, të cilat sipas tyre kanë dëmtuar padrejtisht reputacionin e kishës dhe kanë krijuar shqetësim të panevojshëm në komunitet. Në reagimin e plot thuhet: Provinca Franciskane e Zoja Nunciat ka ndjekur me vëmendje polemikën e ngritur në media dhe në komunitet mbi projektin e kishës së Laçit dhe shpreh keqardhjen për keq informimin deri në abuzim, që është bërë duke dëmtuar direkt ose indirekt reputacionin e kishës, si dhe duke ngritur pikpyetje që nuk kanë vend. Sqarim se nuk është as pak e vërtetë që projekti për territorin e kishës është ndodhur, shumë i përfolur në media nuk ka kushtuar, as sa deklarohet përmes atyre shifrave abuzive që nuk dihet mbi ç'bazë janë mbështetur. Projekti është miratuar nga një komision i posaçëm i strukturat e provincës franciskane dhe teoria e tij mbikëqyret nga Kuria Gjenerale në Rom, që është endi hepror i provincës franciskane, ndërkohë jemi në pritje prej 3 vitesh të miratimit të lesë zhvillimore. Deklarim se kisha është ndodhur në Laç, sebaste do t'i nështrojë një ndryshim rrënjësor, kisha ekzistuese nuk do të cënohet, ajo ruhet e paprekur nga projekti, nuk do ketë një kishë në Bodrum, por do të ketë një vendlutje që në terminologjinë kishtare quhet kripta. Dhe mbi të do të ngrihet kisha re me dëshirën për ta kthyer në një vend të mirëfillt pelegrinazhi me dinjitetin e një vendi të shenjtë dhe të hapur për të gjithë personat që duan të jenë më afër Zotit. Garantojmë të gjithë komunitetin e besimtarëve katolik, por dhe mbar shqiptar se nuk do të ketë asnjë humbje vlerash në projektin e ri. Përkundrazi jemi të bindur se projekti do të jetë vitalizues për kishën që ndodhet në Laç dhe të gjithë së bashku do ta gëzojmë këtë vend të shenjtë e të bekuar. Fra Pashë Gojçaj, Minise Provincial.